Detaj i bukur tek bebushja e adhurueshme Luna Mari po bën namin në rrjet. Një moment i ëmbël dhe i paharrueshëm është kapur në një video të postuar së fundmi, ku vogëlushja Luna Mari Ellie shfaqet duke qeshur me gjithë shpirt. Ajo që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve është detaj i veçantë dhe emocionues. E vogla e familjes Ellie ka nisur të shfaqet dhëmbët e saj të parë. Ky është një detaj i adhurueshëm dhe tejet i bukur që ka rrëmbyer zemrën e të gjithëve dhe ka bërë që të gjithë ta komentojnë dhe ta vënë në dukje. Të gjithë mbështetesit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt Kiarës dhe Luizit, të cilët me siguri e kanë pritur me padurim momentin kur Lunës t'i dalin dhëmbët e parë. Për çdo prind, momenti kur dalin dhëmbët e parë është një etapë e rëndësishme në zhvillimin e fëmijës, ashtu sikurse ka ndodhur edhe me bebushen e Luizit dhe Kiarës. Për familjen Ellie, ky është një kujtim i çmuar që me siguri do të mbetet një nga momentet më të veçanta të fëmijërisë së Lunës. Megjithatë, në këtë video, Luna Mari duket plotësisht e qetë dhe e lumtur, duke na dhuruar një buzëqeshje të shndritshme që zbulon dhëmbët e saj të parë, një detaj që ka emocionuar të gjithë ata që e kanë parë këtë postim. Ky moment i bukur është një kujtim i mrekullueshëm për familjen dhe të afërmit e Lunës, por edhe për të gjithë ata që e ndjekin dhe e duan vogëlushen simpatike. Me siguri, kjo është vetëm një nga shumë fazat e rëndësishme që do të vinë në rritjen e saj, duke emocionuar çdo herë më shumë ata që e kanë për zemër. Kushto që e ka vënë re detajin normalisht nuk kanë se si të mos e komentojnë dhe të mos e pëlqejnë. Luna Mari është një vogëlushe e cila po rritet dita ditës dhe po merr pafund dashuri dhe buzëqeshje. Të gjithë e duan dhe nuk hezitojnë të komentojnë çdo detaj në jetën e saj. Kushto që e ndjek nuk ka se si të mos e adhuroj këtë bebushe, e cila vijon të jetë shumë e dashur për publikun shqiptar.